dashni s'ka mo. Po thua? Jo, valla. Jo, gjënoj Zotit Bajrami për shembull. Për para ka pas shiret, ka pas lezet, ka pas qef, ka pas knatësi. E dira me ti pa shpirti nona jeme, ja një skenja për para me të hëllu baklaven. Po du më ardhë, a mu i më ardhë, apo që shiki punë. Pse vjen edhe kjo kote na, për mua është e pa pranueshme. Duhesh me thirrë në telefon edhe me vetë, a është aty? Se di. Po bre, o kon, ka pas knatësi për para, për fatë keq që tash më nuk po ka, po se di, për para, për një me o kon, gjithë shka ma mirë, o kon. Nështë ka u për dhe dashnia pak? O, dashnia s'ka mo. Po thua? Jo, valla. Jo, gjënoj Zotit, nuk e di jemi ftof shumë, e sidomos këto 25 vjetë fundit, pse kemi ndryshu, kështu nuk po di, po nuk jemi në rregull. Nuk jemi në rregull, nuk është mirë, po se di. Për shembull, në Evropë, nëse ki desht me shku të dikush, në atë kohë kur nuk delshim në Evropë nuk dishim, dikush që ka dalë në kalzëjke dhe ke, për me desht me shku të dikush, duhesh me thirrë në telefon, edhe me lajmëru që po du më ardhë, apo a muj me ardhë. Edhe ne na u doke e pa kuptim. Do në me shku të një familjar joti edhe me thirrë në telefon, mi thonë, po du më ardhë, a muj me ardhë, apo që shiki punë. Pse vjen edhe kjo kote na, për mua është e pa pranueshme. Po se di, na kanë ardhë do të na po flasë për Kosovë, do adet të kësia që ka une nuk jam, une nuk i përkrahi as pak, për mu nuk janë. Atë mundon pak kjo pjesa kështu, qka të pengoni me mas shumë të të kim kësaj pjese, qka të pengon mas shumë të në shoqërinë kosovare, të na një dukuri, një fenomen që thu, adin bezdisesh, thu shumë keq që e kena këtë dukuri në Kosovë në përgjithësi. Po, që qka mas shumë të dëmë zemra, dy qysh një farë forme. Që kjo është e para, për shembull, si e thash, do në me shku të familjari jëtë, të vllau, të motra, edhe duhesh me thirrë në telefon edhe me vetë, a është aty? Se di. Për mua është, nuk është në rregull as pak. E thash, për mua është e pa pranueshme. E pa pranueshme, okej. Te une duhesh me ardhë kur dush, mira ziles, edhe me më thirrë në telefon, me më thonë, erdha po vi, edhe u kry. Po, e kam një vrejtje të madhe. Hajde. Për shembull, për këto festat tona, Bajrami për shembull, për para ka pas shiret, ka pas lezet, ka pas qef, ka pas knatësi. E dira me ti pa shpirti nona jeme, ja një skenja për para me të hëllu baklaven. Mandej të spishte, mandej Haxhimakull, ato ambelsinat, nona tona që kanë bo, edhe qëfar knatësie,